13 mars. Jezusi është ameni i Perëndisë. Sepse të gjitha premtimet e Perëndisë janë po në të. Prandaj, përmes tij ne i themi amen Perëndisë për lavdinë e tij. E 2 Korintasve 1:20, përkthimi drejt për drejt nga versioni SV. Lutja është vendi ku e shkuara dhe e ardhmja lidhen vazhdimisht në jetën tona. Po e përmend këtu sepse ky është vargu ku pali, në një mënyrë mbreslënse, e lidh lutjen me ponë e Perëndisë. Tek e 2 Korintasve 1:20, me një greqishte cop-cop e cila pasqyrohet edhe në përkthime, ai thot: Prandaj përmes tij ne i themi amen Perëndisë për lavdinë e tij. Le të përpiqemi ta qartësojmë pak. Ja se çfarë po thot pali. Prandaj, për shkak të Krishtit në lutjet tona, ne i themi amen Perëndisë, për të treguar se Perëndia merr lavdinë për hirin e ardhshëm që po kërkojmë dhe për të cilin kemi siguri që do ta marrim kur lutemi. Nëse e keni vrarë ndonjëherë mendjen se pse ne si të krishterë themi amen në fund të lutjeve tona dhe se nga vjen ky zakon, përgjigjja është kjo. Amen është një fjalë e huazuar nga hebraishtja në greqisht. Kështu ka ardhur edhe në shqip dhe në shumë gjuhë të tjera. Në hebraisht kjo fjalë ishte një pohim shumë i fortë. Shih numrat 5:22, Nehemia 5:13 dhe 8:6. Ishte si një bie dakord formale, solemne dhe e sinqert, ose e pohoj atë që sapo u tha, ose kjo është e vërtet. E thënë më thjesht, amen do të thot një po shumë e sinqert në kontekstin e adresimit të Perëndisë. Tani, vëre lidhjen mes dy gjysmave të vargut të 2 Korintasve 1:20. Gjysma e parë thot, sepse të gjitha premtimet e Perëndisë janë po në të. Gjysma e dytë thot, prandaj përmes tij ne i themi amen Perëndisë për lavdinë e tij. Kur e kuptojmë që amen dhe po kanë të njëjtin kuptim, vargu thot këtë: në Jezu Krishtin, Perëndia na thot po përmes premtimeve të tij, dhe në Krishtin ne i themi po atij përmes lutjes.